Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Sufjan ibn Abdullah radhiyallahu anhu transmetohet se e ka pyetur pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: O i dërguari i Allahut, o Rasulullah, më thuaj rreth Islamit diçka përmbledhse për të cilën nuk do të kem nevojë të pyes askënd tjetër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Thuaj dhe poho, e besoj Allahun, pastaj përqëndrohu dhe përkushtohu me sjelljet dhe veprimet tuaja në këtë besim. Cilat janë dobit, mesimet dhe mesazhet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Të jetosh me Islamin është një rrugëtim që kalon nëpër shumë stacione, ku gjithsecili rezervon sfida të ndryshme. Pohimi i besimit në Allah është vetëse stacioni i parë, por për të vazhduar nevojitet këmbgulje dhe përkushtim. Sa është e rëndësishme të hysh në Islam, aq është e rëndësishme të mbetesh në besim duke ruajtur qëndrueshmërinë, vazhdimsinë dhe përkushtimin. Pra, duhet të mos kesh luhatje, pasiguri apo devijime. Me të drejtë mund të pyesim se kur mund të luhatet individi në besimin e tij? Ose kur përballë tij gjen mundime dhe vuajtje, ose kur ballafaqohet me joshja dhe përfitime të kësaj dynjaje. Në surën Alu Imran, ajeti 146-147, Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe thotë: Sa profet bashkë me shumë besimtar të vërtet, luftuan, e megjithatë nuk u përkulen para goditjeve që morën në rrugën e Allahut. As nuk u dobësuan, as nuk u nënshtruan. Allahu i do të duruarit. Ata vetëm thoshin: O Zoti ynë, na i fal gjunahet tona dhe të primin në punët tona, na i forco këmbët, na dhuro qëndrueshmëri dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Nga këto ajete kuranore, përveç shembullit, na tregohet edhe edukata e profetëve dhe e ndjekësve të tyre besimtar në lutje. Fillimisht, i kërkojnë Allahut azza wa jall falje për gabimet, sepse janë të vetëdijshëm se gjunahet shkaktojnë dëshpërim dhe dështim. Pastaj, kërkojnë qëndrueshmëri dhe stabilitet në besimin e tyre dhe kërkojnë së fundi ndihmën hyjnore. Mekkasit, idhujtarët e Mekkas, i kërkuan Ebu Talibit, xhaxhait të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta këshillonte nipin e tij të hiqte dorë nga misioni islam, nga ato trazirat dhe shqetësimet që ai zotni u sillte në rrethet e tyre shoqërore. Jo vetëm që pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk u thye, por pasi hodhi vështrimin nga dielli, tha: Aq sa mund të ndizni zjarr ju prej këtij dielli, aq mund ta lë edhe unë këtë mision. Aq sa mund të ndizni zjarr ju prej këtij dielli, aq mund ta lë edhe unë këtë mision. Sahabët, i herë prej herëve, u ankuan tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për sulmet, mundimet dhe torturat e idhujtarëve. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam u tregoi atyre për qëndrueshmërinë e besimtarëve nga popujt e mëparshëm, duke thënë: Në popujt para jush
një besimtar futej në tokë në një grop të hapur e nkas për te. Pastaj armiqtë e fesë merrnin një sharr dhe ja vinin në mes të kokës, duke e ndarë në 2 pjesë. Megjithatë, kjo torturë nuk e lekonte besimtarin nga feja e tij. Ose, tregon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një sprov tjetër, thot, ose ja krihnin trupin me krehur hekuri, i cili i andante mishin nga kockat dhe nga venat. Por sërish, edhe një torturë e tillë nuk e bënte atë të hiqte dorë nga feja e tij. Pasha Allahun, betohet pejgamberi jon Muhammed, pasha Allahun, pa dyshim që kjo fe, Islami do të triumfoj, derisa udhëtari nga Sanaaja në Hadramaut, 2 qytete të Yemenit, udhëtari nga Sanaaja në Hadramaut nuk do të ketë frikë nga asgjë tjetër vetëse nga Allahu subhanahu wa taala ose nga ujku për delet e tij, por ju jeni shumë të nxituar. Kjo ishte fjala dhe këshilla profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam drejtuar sahabëve të tij. Në Kur'anin famlart, në surën Taha, ajeti 132, Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe thot: urdhëroje familjen tënde që të falë namaz dhe këmbgul edhe vetë për këtë. Pra bëhu durimtar dhe i qëndrueshëm në çështjen e namazit. Nëse tregohesh këmbgulës në plotësimin e namazit, do të jesh i kujdesshëm edhe në çështjet e tjera të fesë. Nga ana tjetër, nëse neglizhon namazin, për të tjerat do të jesh edhe më i shkujdesur. Në Kur'anin famlart, në surën Hud, ajeti 112, Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe thot: qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je urdhëruar, ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, o Muhammed. E mos i kaloni kufit, se Allahu me të vërtet i sheh mirë ato që punoni ju. Të tërheqin vëmendjen 2 fakte nga ky fragment kuranor. Fakti I parë, Allahu azza wa jall kërkon qëndrueshmërinë në rrugën e drejtë ashtu siç je urdhëruar. Pra, qëndrueshmëria në rrugën e drejtë nuk mund bëhet sipas tekave, dëshirave të individit, por ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe fakti I dytë, na është thënë mos i te I kaloni kufit. Në këtë fragment kuranor, Allahu azza wa jall nuk ka thënë mos neglizhoni urdhëresat, por mos I kaloni kufit e urdhëresës. Pra, parimisht në raportet me ndalesat dhe haramet jemi të urdhëruar mos ju afroni, largohuni, distancohuni nga haramet. Ndërsa në raport me urdhëresat, me obligimet, jemi të urdhëruar mos I te I kaloni, mos e teproni. Në surën Hijr, ajeti 97-99, Allahu subhanahu wa ta'ala I drejtohet profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke I thënë: ne e di mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalet e tyre. Ne, flet Allahu azza wa jall për melaiket e tia, për vetveten e tij dhe për melaiket e tia. Në disa fragmente kuranore, Allahu azza wa jall e ka përdorur për emrin e vetes së parë në numrin shumës, ne. Kur Allahu azza wa jall në Kur'anin famlart e përdor këtë për emër të vetes së parë në numrin shumës, në një veprim ku merr pjesë Allahu azza wa jall, por e shoqërojnë edhe melaiket e tija, Allahu azza wa jall përmend vetveten e tij dhe melaiket e tij. Për shembull, ne e kemi zbritur Kur'anin, pra Allahu azza wa jall I ka urdhëruar melaiket
zbritjen e Kur'anit. Ose mund të themi se Allahu Azza wa Jall e përdor për emrin e vetës së parë në numrin shumës për të treguar mallështinë e tij, ashtu siç e përdorin njerëzit për emrin e vetës së dytë në numrin shumës në shenjë respektit, ju. Edhe Allahu subhanahu wa taala në këtë fragment kuranor ka thënë ne e di mirë, pra Allahu Azza wa Jall dhe me laiketet e tija, ne e di mirë që ty o Muhammed të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre, nga fjalët e idhujtarve, pra ata akuzat e padrejta, përtalljet, përqeshjet, ofendimet që i bënin profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj o Muhammed, lartësoje Zotin tënd duke e lavdruar dhe bëhu prej atyre që i përulen Allahut duke u falur. Dhe në fund thot, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Nga lutjet më të shpeshta të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam drejtuar Allahut Azza wa Jall ishte: O Allah, ma bëj zemrën të qëndrueshme në fe, fali zemrës time qëndrueshmëri dhe stabilitet në fe. Nga veprat më të vlerësuara në Islam është ajo e vazhdueshmja, qoftë edhe e paktë. Një vepër e vazhdueshme, qoftë e paktë, është më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala se sa një vepër e shumtë, ama jo e vazhdueshme. Pra, sikur besimtari musliman të lexojë çdo ditë nga Kur'ani famlart, disa faqe, qofshin edhe të pakta, ama në mënyrë të vazhdueshme, është më e dashur dhe më e vlerësuar tek Allahu subhanahu wa taala se sa besimtari musliman të lexojë një ditë shumë faqe, plot faqe nga Kur'ani, pastaj për disa ditë tjera nuk lexon hiç nga Kur'ani famlart. Ose më mirë për besimtarin musliman është të falë çdo ditë 2 rekat nga namazi i duhas, ama në mënyrë të vazhdueshme, se sa vetëm një ditë prej ditëve t'i falë për shembull 8 rekat namaz nga rekati i duhas, por pastaj të shkputet dhe të distancohet nga ai namaz. Ose shembull tjetër, më mirë është për besimtarin musliman të agjeroj për çdo muaj nga 3 ditë, për çdo muaj agjerim nga 3 ditë, se sa një muaj nga muajt të agjeroj shumë, pastaj muaj tjerë të braktis agjerimin. Prandaj themi se vepra më e vlerësuar në Islam është ajo e vazhdueshmja, qoftë edhe e pakët. Ebu Huraira radiallahu anhu tregon se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam një herë për herësh ka treguar dhe ka thënë: shembulli i besimtarit është si shembulli i asaj bime të re e të njom. Këtë bim e përkul era nga çdo drejtim që i vjen, por kur era qetësohet, ajo bim drejtohet përsëri. Pra era e përkul, por nuk e thyen. Kësaj edhe besimtarin e gudasin fatkeqësit, sprovat e jetës, por besimtari qëndron i duruar derisa Allahu Azza wa Jall t'i largojë vështirësitë. Ajetet kuranore, hadithet e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe lutjet e pejgamberit alaihi salam që na ftojnë në qëndrueshmëri dhe vazhdimsi në rrugën e drejtë, janë dëshmia më e qartë e rëndësisë së stabilitetit në fen tonë. Besimi i zemrës duhet që të shprehet me gojë dhe të vërtetohet me vepra të vazhdueshme. Gjuha është përkthyesi i zemrës, ndërsa vazhdimësia në një vepër të mirë është shenjë e sinqeritetit dhe e përkushtimit. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: imani, besimi, përbëhet nga 70 ca deg. Më e larta e këtyre degëve është fjala la ilaha illallah. Minimalja e këtyre degëve është largimi i pengesës nga rruga. Edhe turpi,
është njëra nga degët e imanit. Ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam është argument se thënjet, veprat e gjymtyrëve dhe ndjenjat e zemrës janë pjesë e imanit. Nga hadithi në shqyrtim, mësojmë edhe formën më të mirë të thirrjes dhe të këshillimit. Thirrësi islam duhet t'i largohet të folurit të shumt dhe të i kalimit të masës në këshillat e tij, të mos bëhet i bezdisshëm me ligjerime dhe me hutbe të gjata. Fjalimet dhe referatet duhet të jenë larg formaliteteve dhe pompoziteteve. Vetëm mendo pak për urtësinë e ndarjes së hutbes së xumas në 2 pjesë, me pauzë ndërmjes. Vetëm mendo pak për faktin se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka bërë shkurtimin e hutbes shenjë të urtësisë së referuesit apo khatibit. Vetëm vrojto stilin kuranor dhe profetik në trajtimin e çështjeve apo në këshillimin e sahabëve. Kurani famlart edhe profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam si i kanë edukuar besimtarët, si i kanë trajtuar çështjet, shkurt, qartë dhe sakt. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.